Sot do shikojmë disa komanda për të manipuluar skedarët dhe direktorit. Çfarë kuptojmë manipulim? Krijim, fshirje, ndryshim emri, emërim, kopim e kështu me radhë. Atëherë jemi në direktorin home. Shkojmë me CD në direktorin home. Bëjmë një ls. Tani këtu do krijojmë një direktori ku do bëjmë testet. Dhe direktoria krijohet me komandën mkdir test 1. Bëjmë pra ls edhe shikojmë që këtu kemi krijuar direktorin test 1, që është bosh. Tani mkdir test 1. Po. Tani si mund të shkojmë te direktoria test 1? Me çfarë komande? Me komandën cd, change directory. Cd test 1. Edhe enter. Tani po të bëjmë ls-n këtu, shikojmë që është bosh, ose ls shikojmë që është bosh. Kjo ls-al, l-ja është long listing, edhe kjo a-ja është all. Edhe skedarët e fshehur, se skedarët që fillojnë me pik zakonisht nuk listojnë. Po nëse i shtojmë të opsionin -a, all, i shfaq të gjitha. Dhe këtu kemi këtë direktorin pik që është vetë direktoria ku ndodhemi, edhe direktorin pik që është direktoria më sipër, direktoria parent ose print, direktoria print. Po gjithë tjetër s'kemi, është bosh. Atëherë po krijoj dy direktori të tjera, dir 1, vend bosh, dir 2. Bëj ls dhe shikoj që kam këto dy direktori. Po. Tani përdor komandën cp për të kopjuar një skedar, që është skedari /etc/password, vend bosh edhe pik. Kjo pik është direktoria ku ndodhemi. Pra, kjo komanda cp ka kuptimin copy. Cp ka kuptimin copy. Ky është shtegu dhe emri i skedarit që do kopjohet, edhe ky është vendi ku do kopjohet, që është direktoria ku ndodhemi, ku jemi. Tani, nëse bëj ls ose ls-l, shikoj që këtu kam edhe këtë skedarin password, passwd, që sapo e kopjova. Tani, po e thrasa të komandën copy edhe një herë, me shigjetën lart. Pra shtyp shigjetën lart edhe e çoj tek komanda cp. Dhe këtu do provoj këtë opsionin -v. Opsioni -v, që prapë kopjon këtë skedar të kjo direktori ku ndodhemi, por e ndryshon pak sjelljen e komandës. Çfarë bën ky opsioni -v për mendimin tuaj? Do dhe një pik. Pik është direktoria ku ndodhemi. Tani, çfarë bën kjo opsioni -v? Si mendoni? Ato që janë me shkojnë vë. Jo. Opsioni -v ka kuptimin verboz, që komanda tregon edhe se çfarë po bën. Në këtë rast, kjo po kopjon këtë skedarin etc password. Kjo është shenja e kopimit, po e kopjon te ky skedar në direktorin ku ndodhemi me emrin password. Pra, kjo ka kuptimin verboz, sepse komandat në Linux zakonisht janë të tipit terse. Terse në anglisht do të thënë pa llafet. Do të thënë i thua bëj një gjë e bën edhe mbaroj. Nuk thot shumë gjëra po bëj këtë, po bëj atë. Nëse duam që t'japim më shumë informacione, zakonisht i shtojmë opsionin -v, verboz, që të tregojë se çfarë po bën. Tani e thras edhe një herë këtë komandën cp me shigjetën lart, edhe në vend të opsionit v përdor opsionin -i. Edhe shtyp enter. Tani kjo -i ka kuptimin interaktiv. Do të thënë e bën komandën interaktive. Dhe interaktive
komanda na pyet që ata mbishkruaj këtë skedarin ekzistues. Se shikojnë që ka një skedar ekzistues, ata mbishkruaj shtyp yes, shtyp edhe enter. Nëse kur nuk e vendos opsionin minusi, ajo thjesht e bën atë gjë, e mbishkruan atë skedarin pa pyetur fare. Po kur i them interaktive, nëse është një veprim që mund të dëmtojë diçka, mund të jetë i dëmshëm, atëherë të pyet, ta bëj apo mos ta bëj? Në vend të y mund të kisha shtypur edhe në për jo, për ta anulluar. Po në këtë rast shtypa y. Tani po përdor këtë komandën mv. Kjo komanda mv është shkurtim për move, që do me thënë e lëviz, e zhvendos një skedar te një tjetër. Në këtë rast thjesht ndryshon emrin, do me thënë skedarin password e ruan, do me thënë e ndryshon me këtë emër. Në këtë rast është si rename, që i ndryshon emrin. Po, në disa raste tjera mund të jetë që e zhvendos në një direktori ose në një vend tjetër. Ose mund t'i bëj të dyja njëkohësisht. E zhvendos në një direktori tjetër dhe ndryshon edhe emrin. Por që komanda është move, edhe shkurt, kjo mv ka kuptimin move. Për shembull, nëse dua ta zhvendos këtë skedar dhe ta vendos brenda direktorisë D1, mund të përdor komandën mv fan D1. Pra e kam zhvendosur këtë skedar brenda kësaj direktorie. Dhe kjo komanda 3 që përdora unë është si puna e komandës ls që liston, po e liston në formë peme dhe liston edhe në direktoritë. Dhe e shikojnë më qartë strukturën e direktorisë edhe në direktorië. Dhe tani shikoj që fan është brenda direktorisë ky skedar me këtë emër është brenda direktorisë D1. Tani nëse dua ta zhvendos këtë skedarin fan nga direktoria D1 te direktoria dir2, me çfarë komande do ta bëj? Mv, pastaj po e provoj. Tani thot, nësa të shpajlor direktori, nuk e gjen këtë skedarin fan. Pse nuk e gjen? Sepse po të bëj ls, nuk ka skedar fan këtu. Ose po të bëj 3, te direktoria ku jam nuk ka skedar fan. Se kur i them fan në direktorin ku ndodhemi. Atëherë si do t'i them që zhvendos skedarin fan që ndodhet brenda direktorisë 1 dhe vendoset te direktoria dir2. Do t'i them kështu. dir1 fan dir2. Pra i them zhvendos skedarin fan që ndodhet brenda direktorisë dir1 dhe vendose brenda direktorisë dir2. Po. Në praktikë që shkëpata komandoj dir1 edhe D1 më poshtë. Nuk e shkëpoj të tjerë. Sepse kur ke krijuar këtë direktori, e ke krijuar dir.l, e ke vënë emër tjetër dhe kur vendos të fan move fan dir1, atëherë kjo e fiton të si emër skedari. Ja ta korrigjoj tani. Tani po e zhvendos këtë skedarin fan në direktorin dir2. Dhe me komandën 3 e shikojmë që ky skedar tani ndodhet brenda direktorisë dir2. Nëse dua ta zhvendos këtë skedarin fan në direktorin ku ndodhemi
domethënë në këtë direktori, si do ta bëj? Me komandën mv, dir, si do të them skedari fan që do të brenda direktorisë dir2. dir1, dir2/fan, vend bosh, si do të them që pik. Direktoria ku ndodhemi është pik. Atëre e shikoj me 3 që e kontrolloj që është zhvendosur në direktorin ku ndodhemi. dir2/fan, vend bosh, pik. Domethënë e zhvendosim këtë direktori, këtë skedar në direktorin ku ndodhemi shumë. Po, me komandën 3, e shikojmë që tani ndodhet aty ku direktori ku ndodhemi. Tani, po e zhvendos edhe një këtë skedarin fan brenda direktorisë dir1. mv, fan, dir1. E shikojmë me 3, sepse do të bëj edhe një shembull tjetër që tregon që komanda mv mund të zhvendos edhe direktori. Pra deri tani ne kemi përdorur për të zhvendosur një skedar të vetëm, por mund të zhvendos edhe një direktori bashkë me çfarë do llogje që ka ajo direktori brenda. Tani nëse hap komandën mv dir1, dir2. Çfarë do të bëj kjo komanda mv dir1, dir2? Çfarë do bëj? Do zhvendos të direktorin 1 dhe do ta vendosi brenda direktorisë dir2. E kontrolloj me 3, edhe kur e zhvendosim këtë direktorin dir1, e zhvendos me çfarë llogje që ka brenda ajo. Jo, sepse s'ka kuptim, kështu vetëm kështu ka kuptim. Tani për ta kthyer mbrapsht këtë direktorin dir1 ashtu siç ishte, domethënë direktoria dir1 të jetë në direktorin ku ndodhemi. Si do ta bëjmë? mv dir2 dir1 pik. Edhe e kontrolloj me 3. Pra i themi emrin edhe shtegun e direktorisë, që është direktoria dir1 brenda direktorisë dir2. Pra këtë kuptim ka kjo, dir2/dir1. Pra kemi një direktori që quhet dir1 që ndodhet brenda direktorisë dir2. Edhe këtë direktori e zhvendosim në direktorin ku ndodhemi. Arbi e bëre? Po. Në rregull. Tani do shikojmë edhe komandën rm. Komanda rm ka kuptimin remove, fshi një skedar. Nëse dua të fshi këtë skedarin fan, që ndodhet brenda direktorisë dir1, i them rm dir1/fan. Pra më fshi skedarin fan që ndodhet brenda direktorisë dir1. E kontrolloj me 3. Dhe nëse do ta mbyllim këtë testin, këtë shembull që bën tani, mund të shkruaj një direktori më sipër dhe ta fshi komplet këtë direktorin test 1. Atëherë, për të shkruar një direktori më sipër, përdorim komandën cd. cd vend bosh, si është direktoria më sipër. Pik. Me një pik është direktoria ku ndodhemi, me 2 pika është direktoria më sipër. Pra, na e tregon edhe prompti që parë ishim, ose më parë ishim te kjo direktori, dhe tani jemi te direktoria home. Kjo vija e lakuar, që quhet tilde në anglisht, është direktoria home. Atëherë bëj një ls dhe dua ta fshi këtë direktorin test 1. Përdor komandën rm test 1 për ta fshirë. Tani ç'a më thot kjo? Më thot që nuk mund ta fshi sepse është një direktori. Atëherë e nxjerr edhe një herë komandën më sipër dhe jap opsionin -r. -r me komandën rm ka kuptimin recursive. Recursive do të thënë që fshi çdo gjë që ka brenda direktoria dhe pastaj fshi vetë direktorin. Edhe këtë e bën për çdo nivel. Sepse kjo direktori nuk është bosh, ka ca gjëra. Prandaj komanda rm refuzon që ta fshi.
Po nëse jap opsionin -r, recursive, kjo i thotë që fshi përmbajtjen e direktorisë dhe pastaj fshi edhe vetë direktorinë. Pra, me këtë komandë mund ta fshim një direktori. Pra nëse duam të fshim një direktori, do t'i japim opsionin -r për recursive. Tani do shikojmë disa komanda që na ndihmojnë për komandat e tjera. Po i bëj një clear ekranit, clear screen. Një nga këto komanda është type, që na tregon llojin e komandës. Për shembull, type ls më thotë që komanda ls është një alias. Edhe do të shikojmë më vonë se çfarë janë aliaset, çfarë është një alias. Nëse bëj type cp, për shembull. Type cp është ky programi që ndodhet në direktorin /usr/bin/cp. Pra, kur unë jap komandën cp, është ky program që ekzekutohet. Kur unë jap komandën ls, është kjo alias, është ky alias që ekzekutohet. Po e provoj type cd, për shembull. Type cd is a shell built-in. Shell built-in është një funksion i brendshëm i shellit. Tani, këtu ku po japim me komandat, ky prompti ndjehet nga shelli. Edhe kur ne japim një komandë dhe shtypim enter, është shelli që e merr këtë komandë, e përpunon pak edhe e ekzekuton. Tani, kur japim komandën cd, kjo është komandë e brendshme e vetë shellit. Vetë shelli e njeh këtë komandë dhe di se si ta zbatojë. Kur japim komandën cp, kjo është një komandë e jashtme që ndodhet në këtë vend, në këtë direktori, në këtë path /usr/bin/cp. Kur japim komandën ls, kjo është një alias, një komandë tjetër, që në këtë rast është komanda ls, po me një opsion shtesë, që i tregon që ta nxjerrë me ngjyra atë rezultatin ose outputin. Pra, këto janë tre llojet kryesore të komandave në bashkë, ose është komandë e brendshme, ose është komandë e jashtme, si komanda cp, ose është alias. Mund të bëj këtë provë, shumë type. Çfarë type është komanda type? Komanda type është shell built-in, pra është një komandë e brendshme e shellit. Kemi këtë komandën which. Which na tregon se ku ndodhet një komandë e caktuar. Për shembull, which cp. Pra, kur unë përdor komandën cp, ku e gjen shelli atë komandën që ekzekuton? Këtë më tregon komanda which. Edhe këtu thotë që e gjen në këtë direktori /usr/bin/cp. Po për komandën cd, which cd, për shembull, ku e gjen shelli? Nuk jep path për këtë komandë, sepse cd-ja, siç e tham, është komandë e brendshme, është shell built-in, është komandë e brendshme e shellit. Kështu që nuk ka një program të caktuar që ndodhet diku në një direktori, po është vetë shelli që di ta ekzekutojë këtë komandë vetvetivo. Kemi dhe komandën help. Për shembull, help më këtë dirë. Nuk kemi informacion për këtë, nëse përdorim help cd, na jep një faqe me informacion rreth komandës cd edhe si përdoret. Atëherë, kjo komanda help faktikisht na jep ndihmë për ato që janë shell built-in, sepse cd-ja është një komandë e brendshme e shellit. Edhe për të marrë ndihmë për përdorimin e komandave të brendshme të shellit, mund të përdorim të help edhe emrin e komandës. Kurse komanda më të dirë, me sa duket, është një komandë e jashtme. Dhe kështu që komanda help nuk ka informacion për këtë, nuk është komandë e brendshme e shellit. Helpi na jep informacion vetëm për komandat e brendshme të shellit. Po si mund të marrim informacion si përdoret komanda më të dirë? Për komandën më të dirë edhe komandat të tjera që janë të jashtme, mund të përdorim opsionin -help, që jep një faqe me informacion të përmbledhur rreth përdorimit të kësaj komande. Ose mund ta provojmë edhe me -h. Kjo nuk e njoh, se njoh ka këtë -h,
Po disa komanda njojnë edhe opcionin -help, edhe opcionin -h të shkurtër. Një komandë tjetër që në jep informacion ose ndihmë për komandat e tjera është edhe komanda man. Man është shkurtim për manual dhe në jep një faqe me manualin e kësaj komande. Për shembull, man për këtë komandë password është kjo faqe manuali për këtë komandë, emri komandës, password, change user password. Pastaj sinopsis na tregon si përdoret këtë komandë. Kemi password, disa opsione edhe login name, për shembull emri i përdoruesit. Pra, kjo ndryshon passwordin për një përdorues caktuar. The password command changes password for user accounts. E kështu me radhë. Tani mund të shtyp space për të parë faqen tjetër, ose mund të lëviz edhe me shigjeta, një lloj si tek les, me shigjeta lart po. Edhe këtu faktikisht mund të shtypësh q për të dalë. Pra, nëse dua të dal nga faqja e manualit, këtu është në fund, shtyp q. Mund të shtyp q për të dalë. E ngjashme me komandën man është edhe komanda info. Për shembull, nëse them info password, më jep një faqe të ngjashme, po faktikisht është program tjetër, pavarësisht se Info password. Info vend bosh password, po. Edhe këtu mund dalë me q. Duke shtypur q dal nga faqja e informacionit. Një informacion të shkurtër na jep edhe komanda what is. Për shembull, what is ls. Na jep një rresht të shkurtër. Ls list directory contents. What is cp. Cp copy files and directories. What is mkdir? Make directories ose create directories. Po ta provoj një me cd. What is cd? Nothing appropriate. Sepse kjo what is jep informacion vetëm për komandat e jashtme. Tani po i bëj një clear ekranit dhe do shikojmë komandën alias. Alias. Dhe kjo thotë që kjo komandë përkufizon ose shfaq alias. Çfarë do të thënë alias? Alias do të thënë një emër tjetër, që krijon një emër tjetër. Nëse shtyp vetëm komandën alias pa asnjë opsion, pa asnjë argument, pa asnjë opsion, më jep listën e këtyre alias që janë përkufizuar deri tani. Një nga këto është alias ls color auto. Pra, kur unë shtyp ls, faktikisht ajo që ekzekutohet është ls color auto, color baraz me auto. Dhe kjo bën që rezultati i komandës ls të dalë me ngjyra, sepse e merr automatikisht opsionin color auto. Tani, për çfarë shërben kjo alias? Kjo shkurton një komandë të gjatë, për shembull, ose kur e bëjmë një komandë të gjatë që e përdorim shpesh, mund ta shkurtojmë këtë. Për shembull, po jap një komandë cd vend bosh /usr pikpresje ls pikpresje cd minus. Tani, kjo pikpresja faktikisht ndan komandat nga njëra tjetra. Pra, te ky rresht unë faktikisht kam shkruar 3 komanda. Dhe këto komanda ndajnë nga njëra tjetra me pikpresje. Dhe ç'a bën këto 3 komanda? Fillimisht shkonte direktoria /usr.
shfaq përmbajtjen e asaj direktorisë dhe kjo cd minus e kthem prapë te direktoria ku ishte, pra te kjo direktori ku jemi. Tani, kjo nuk është një komandë shumë e gjatë, po ta zëm se është një komandë e gjatë. Nëse është një komandë e gjatë dhe unë e përdor shpesh, mund të përkufizoj një alias për këtë komandë. Dhe këtë e bëj në këtë mënyrë. Alias fu edhe shkruaj komandën këtu. Fu është një emër që po e përdorun, ose mund ta bëj kod, për shembull. cd vendbosh /usr pikpresje ls ose lsl pikpresje cd vendbosh minus. Ja, këtu do një vendboshje, prandaj. Ja bashkëmim. Po. Po, ka dashur të vendboshje, tani këtë këtu mund ta krijoj si alias. Alias. Po e quajmë kod. Për shembull, hapim vëndzat, shkruajmë atë komandën, mbyllim vëndzat, enter. Tani, nëse shkruaj type kod. Kjo type më thotë se çfarë lloj komande është kjo kod. Edhe faktikisht më thotë që kod është alias për këtë komandën këtu. Tani nëse unë shtyp kod, çfarë ndodh? Kur unë shtyp kod, shelli këtë e zëvendëson me këtë komandën këtu. Pra, shkon te direktoria usr, bën ls-l e pastaj bën cd kthehet mbrapsht, cd minus, kthehet mbrapsht në direktorin ku ishte. Pra, mjafton që unë të shtyp këtë, edhe është një lloj sikur të kem shkruar të gjithë këtë. Për këtë ku shërbejnë aliaset. Tani, nëse unë dua ta fshi këtë alias, mund ta fshi me an alias. Shkruaj an alias kod. Dhe nëse nxjerr me shikjetën sipër type kod, më thotë që kod nuk e njeh, nuk e di çfarë, sepse nuk është me alias. E fshim. Edhe nëse hap komandën kod, thotë që nuk u gjet. Nuk gjetet një gjë e tillë. Pra nuk ekziston më si alias, sepse e fshim me an alias. Alo? Mirëmëngjes. Në rregull, jo po s'ka më ora, po kam edhe një 10 minuta apo diçka tjetër apo çfarë bëre. Në rregull, mirë. Atëre tani kur kjo një alias në rregull, po kalojmë te një pjesë tjetër, që është historia e komandave, ose historiku I komandave. Po e shik këtë me clear. Thomas I provove? Tani, ne e kemi parë që kur shtypim të shigjetën lart, na dalin komandat e mëparshme, apo jo? Si ndodh kjo? Si e di sistemi ose shelli ose bashi se çfarë kemi dhënë ne më përpara. E di sepse I ruan diku në një histori. Pra çdo komandë që japim ne e fut në një listë edhe e ka në këtë listë. Kur unë jap shigjetën lart, thras komandën e mëparshme. Tani, si mund ta shikoj këtë listën e komandave? Mund të përdor komandën histori. Edhe
Po ta shikoni ju, këtu në fund kemi vetë komandën histori, që është futur direkt në listë, kemi komandën clear që dhamë pak më përpara, kemi këtë komandën code, type code, analyze code, e kështu me radhë. Gjitha komandat që kemi dhënë. Edhe deri tani kemi dhënë 181 komanda. Kjo është ose unë kam dhënë 181 komanda. Ju mund Janë të gjitha më pashme. Po, ju mund keni një numër tjetër. Po. Mund keni një numër tjetër. Pra, këto janë të ruajtura diku. Edhe në memori në kompjuterit, po edhe në disk. Po ta shtyp ta nxjerr edhe një këtë komandën histori dhe i vendos të shenjën pipe edhe shkruaj less. Me këto mund ta shikoj përmbajtjen e asaj që nxjerr komanda less duke faqe për faqe, se kur ja komandën histori i kin gjitha lart edhe shikoj vetëm në fundit. Me këto mund ta shikoj faqe në faqe çka kam dhënë që nga fillimi. Komanda që kam dhënë. Më nxjerr këto bashkë histori veç numerik argument. E bëjmë me këtë file edhe less, jo lësë less. Po, edhe këtu mund të shikojmë faqe në faqe. Do të mund ta shikojmë me faqe listën e komandave. Edhe shtypim që dalim nga less. Shtypim që dalim nga less. Ose mund të shikojmë komandat e fundit. Nxjerrim edhe një herë komandën sipër edhe në vend të less shkruajmë tail. Tail është një komandë që merr vetëm 10 rreshtat e fundit nga rezultati i komandës së mëparshme. Pra, me pipe, rezultatin e komandës history, rezultatin e komandës history, ja kalojmë me pipe, me tubacion kësaj komandës, dhe kjo komandë nxjerr vetëm 10 rreshtat e fundit. Si mund ta shikojmë edhe këtu që janë 10 rreshtat e fundit të rezultatit të komandës histori. Mund ta provojmë edhe me komanda tail, mund të marrë një opsion në për shembull 20, sepse vetë ju nxjerr vetëm 10 rreshta. Po nëse i them minus në 20, nxjerr 20 rreshtat e fundit. Ose këtë komandën histori me pipe ose me këtë tubacionin mund ta kombinoj edhe me komandën grep. Për shembull grep man. Çfarë bën kjo komanda grep? Tregon të tëra ato që përmbajnë man. Po, nxjerr vetëm ato rreshta ose filtron vetëm ato rreshta që përmbajnë atë fjalën man. Pra po që se përmbajnë fjalën man, ajo lejon të kalojë. Përndryshe nuk e lejon. Na dalin vetëm ato komanda ku ne kemi përdorur diçka që ka lidhje me man, që është komanda man në këtë rast ose është edhe kjo human readable. Tani këto përmbajtja e komandës history, sepse ne shikojmë që janë edhe komandat e vjetra që kemi bërë edhe dije dhe pak dije, shtypur shtesë në kompjuterit. Faktikisht ruajnë në një skedar. Edhe skedarin kur ruajnë këto, mund ta shikojmë me komandën echo hist file. Pra $1 edhe hist file. Kjo komanda echo shfaq këtë në ekran. Dhe kjo është një ndryshore mjedisi ose environment variable. Dhe kjo ndryshorja hist file përmban emrin e skedarit ku ruhen këto komanda, ku ruhet historia e komandave të bashkët. Edhe që është kjo në këtë rast, _history në direktorin home të përdoruesit UV. Nëse bëj ls hist file, thjesht më shfaqet emri i skedarit. Po nëse bëj tail, nxjerr edhe një me komandën lart dhe bëj tail hist file. Kjo çfarë do të bëj komanda tail? Tail është bishti.
tregon vetëm 10 rreshtat e fundit të përmbajtjes së këtij skedari. Dhjetë rreshtat e fundit të përmbajtjes së këtij skedari. Po çfarë shikojmë që këto 10 rreshtat e fundit nuk janë ato komandat që kemi përdorur tani, janë të vjetra, të thjeshta. Nuk e di çfarë me djeqe, po shikojmë këto var, log, prop, info e kështu me radhë. Si shpjegohet? Kur japim komandën histori, na dalin të gjitha komandat që kemi përdorur deri tani. Kur shikojmë përmbajtjen e skedarit hist file, janë vetëm komandat e vjeshme. Ose era e fundit që e kemi lezur kompjuterin, ato të erës e fundit. Kjo shpjegon sepse komanda histori ruhet në memorien e kompjuterit, ndërkohë që ne punojmë. Kur unë bëj logout, ose kur e fik kompjuterin, në atë moment ato ruhen në këtë skedar. Ato që janë në memorie sinkronizohen dhe ruhen në këtë skedar. Nëse dua që t'i ruaj në këtë moment në skedar, mund t'jap komandën history -a. Kjo -a ka kuptimin append. Do të thonë komandat që janë ruajtur në memorie, por që janë ruajtur te skedari, i shtojmë aty poshtë te skedari. Dhe nëse japim edhe një herë këtë komandën më sipër, tail hist file, tani shikoj komandat e fundit, sepse u sinkronizua përmbajtja e komandave në memorie me ato që janë ruajtur në skedar. U sinkronizua dhe u ruajt në skedar. Nëse dua të ekzekutoj, po jap edhe një komandë histori. Nëse dua të ekzekutoj një komandë më pashme, për shembull nëse dua të ekzekutoj këtë komandën 173, që ka numrin 173, mund të shkruaj këtë pikë çudice 173 dhe ajo më ekzekuton këtë komandë. Ose nëse dua të ekzekutoj komandën e fundit që përmbante fjalën password, mund ta bëj me search. Pra, kjo pikpyetje është që kërko, duke filluar nga fundi deri te fillimi. Pra, gjen një komandë që përmban këtë fjalë edhe ekzekuton atë komandë. Jap enter. Edhe komanda e fundit me statutet ka qenë man password, që përmbante komanda e fundit në histori që përmbante këtë fjalë. Edhe mund ta verifikojmë për shembull me history pipe grep password. Pra, komanda e fundit, jo, pas ka qenë kjo info password, komanda e fundit që përmban atë fjalën password. Komandat e mëparshme mund t'i kërkojmë edhe duke përdorur Ctrl+R. Pra po shtyp Ctrl+R-un, kjo çfarë tregon reverse interactive search. Pra kërkon tek lista e komandave në mënyrë interaktive duke filluar që nga fundi. Reverse ka kuptimin duke filluar që nga fundi deri te fillimi. I është interaktive që në moment që unë shkruaj dy shkronja, ajo fillon edhe bën kërkon për ato komandat që fillojnë me ato dy shkronja. Për shembull, nëse unë shkruaj pas, PASS. Ajo më vëqet që kjo është komanda e fundit që përmban këto shkronja pas që kam shkruar më. Por nuk është kjo komanda që dua, dua atë që është përpara kësaj. Atëherë unë shtyp prap Ctrl+R prap, më del info password. Nuk është kjo, shtyp prap Ctrl+R, man password. Atëherë ta zëm se kjo është komanda që dua, shtyp enter. Ose mund edhe ta ndryshoj, para se të shtyp enter, mund të shtyp shigjetat edhe ta ndryshoj. Atëherë bëj një provë. Ajo shtyp Ctrl+R. Shkruaj diçka, për shembull ose po, shtyp Ctrl+R, pra, apo e provoj. Okej, e provoj. Edhe kjo është një gjë e dobishme, sepse po të shtypësh me shigjetën lart, do ta di se ku është, mund të jetë edhe shumë larg.
kurse nëse ti e mban mend që është një komandë që ka filluar me CD ose me MK ose e shkruan direkt kontrollor MK edhe e gjen direkt. Edhe pra, kjo që përdorim ne kontrollor është një kombinim tastiere që është e dobishme për terminalin, për dhënien e komandave, sepse na ndihmon të gjejmë komandat e mëparshme. Por ka edhe kombinime të tjera në tastier që janë të dobishme. Për shembull, nëse e nxjerr këtë komandën e mësimeve me shigjetën lart. Tani në vend të komandës man dua të jap komandën info. Mund të shtyp. A di u love? Jam mbaruar, edhe 2 minuta. Tani, nëse duam të ndryshojmë komandën man, mund të shkoj me shigjeta edhe ta fshi, edhe të shkruaj komandën info, po mund të shtyp edhe Ctrl A. Ctrl A më çon në fillim të rreshtit. Dhe pastaj mund të shtyp Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Dhe pastaj mund të shkruaj info. Edhe në këtë moment komanda është e thotë shtyp enter. Me komandën me Ctrl A shkoni në fillim. Nëse duam të shkojmë në fund, mund të shtyp Ctrl E në fund të rreshtit. Ose nëse dua që ta fshi që këtu e deri në fund, në vend të kësaj password të shkruaj një fjalë tjetër, mund të shtyp Ctrl K. Ctrl K e fshin që aty ku është kursori është kjo që kurson e deri në fund. Mund të shkruajmë për shembull një komandë tjetër. Pra, nëse kemi këtë rreshtin, arbit, shtyp Ctrl A, shkon në fund, në fillim të rreshtit. Po të shtyp Ctrl A. Jo, këtu. Ctrl është CTRL. CTRL edhe A, mund ta shtypësh me një dorë CTRL me dorën tjetër. Ctrl E shkon në fund të rreshtit. CTRL E. Sekund në fundi, Vetëm këtë në fund të rreshtit. Po, ose Ctrl A, Ctrl E, Ctrl A, Ctrl E. Ose nëse jemi diku në mes, edhe do që ta fshish që këtu ku jemi deri në fund, mund të shtypësh Ctrl K. Ctrl K. Edhe e fshin atë dhe shkruan një gjë tjetër. Këto janë gjëra që të ndihmojnë. Mbase ju si mbani mend të gjitha në këtë moment, po duke punuar mund të fiksoni disa. Edhe gjëja tjetër e fundit është që për sot është që mund të përdorim edhe tab për ta bllokuar një komandë. Për shembull, nëse unë shkruaj echo vend bosh /etc/n edhe shtyp tab. E shtyp edhe një herë tab. Tani ç'a ndodh? Nëse kur e shtyp dy herë tab, atëherë ajo më nxjerr gjithë ata skedar që fillojnë me n. Po të ishte vetëm një që mund të me në, do të apërsonte. Nëzëve këtë gjë kështu, skedat të gjatë, jo se atë. Po shkojmë të info, jo enter, po shtyp tab dy herë. Tani, komanda këtu s'ka mbaruar, por më jep informacion që këto janë ato opsionet e mundshme. Këto janë gjitha që fillojnë me n. Tani, nëse unë shkruaj disa gjëra shtesë, për shembull e plotësoj për shembull shkruaj edhe NE, edhe shtyp tab, pastaj shkruaj T, shtyp tab dy herë, pastaj shkruaj W, shtyp tab, atëherë në moment që unë kam shkruar këto edhe shtyp tab, atëherë ka vetëm një skedar që e plotëson këtë, dhe kur unë shtyp tab, e plotëson automatikisht. E kam bërë nga vim të info. Duhet vetëm echo duhet. Pra, mund të përdorim tab për ta plotësuar automatikisht. Një komandë, nëse plotësimi është i vetëm, ajo e plotëson me tab. Nëse ka disa
që filloj me atë pjesë, e shtypim tab 2 edhe na nxjerr listën e atyre skedarëve që plotësojnë këtë. Mirë, po e mbyllim këtu për sot.